nderuar bashkëvendas, për këto 4 vite të udhëheqjes së komunës së Gostivarit, kemi pas shumë vështirësi, mirë po ja kemi dalë. Thjesht deri më tani, në vendindjen time, kemi bo mjaft investime, por jam mëse i bindur se këto investime nuk mjaftojnë si nuk mjaftojnë edhe për gjithë fshatrat tjerë të komunës së Gostivarit. Prandaj, në 4 vitet e ardhshme, Gostivari do t'i ngjason të gjithë komunave dhe vendbanimeve të Bashkimit Evropian. Mendoj se ka erdhur koha që të thijem heshtjen, që gjithë ne lirshëm të shprehim mendimin dhe besimin ton. Besoj se ka erdhur koha të flasim lirshëm për atë që shohim, për atë që ndëgjojmë, për atë që kemi në zemrat tona. Dhe atë që shohim, që ndëgjojmë dhe që kemi në zemrat tona, nuk është askush tjetër përveç se Rufi Osmani. Prandaj, kërkoj prej jush që më 24 mars së bashku të vullosim fitoren e madhe, fitoren e Rufi Osmanit, fitoren e rilindjes demokratike kombëtare. Kam derin e veçantë që sot ju drejtohem bashkëvendasve të liderit gjithë shqiptar, profesorit Rufi Osmani. Shajnasit duhet të jenë krenar dhe të mburen me profesorin, sepse është pikërisht ky person që në vitin 2009 mori guximin dhe iniciativën për të ndaluar korrupsionin, për të ndaluar nepotizmin, për të ndaluar tenderizmin dhe gjithë dukurisht famkeqe që kishin kapluar Gostivarin. Ju po ashtu duhet të jeni krenar se profesori përsëri mori iniciativin që mos kthehen ato të cilët i pruan veç të keqe Gostivarit dhe asnjë të mirë në të kaluarën. Rufi Osmani në vitin 2009 komunën e Gostivarit e gjeti para një kollapsi financiar, të zhytur në borxhe dhe keqpërdorime shumë të tjera. Për punën që ka bërë gjatë mandatit të kaluar ka mirënjohje ndërkombëtare. Komuna e Gostivarit gjatë këtij mandati lulëzoi. Komuna e Gostivarit gjatë këtij mandati pastroi gjitha borxhet dhe bëri investime si asnjëherë më parë. Të nderuar të pranishëm, ne në këtë mandat do vazhdojmë të ndryshojmë, do vazhdojmë të ndërtojmë, do vazhdojmë të ndërtojmë rrugë të reja, të ndërtojmë trotuare, të bëjmë ndryshime publike, salla sportive, të investojmë në sferën e kulturës, sportit, mbrojtjes sociale dhe në gjitha sferat ku paraqitej nevoja. Nga këtu lindi rilindja demokratike kombëtare, e cila u nis si një pikë ujë e sot po merr përmasa e një fuqie të vërtet e cila po drith Maqedoninë. Lirish mund të them se Çajla është njëri ndër vendet me vizion të madh, të qartë dhe të prerë. Ju jeni të parët që hetuat se rilindja demokratike kombëtare është rruga e vetme që të shpihet drejt Europës, drejt zhvillimit, drejt progresit. Prandaj do të votojmë numri 1 dhe në këtë mënyrë do të vazhdojmë me ndryshime. Ne kemi punuar për ju 24 orë në ditë. Kemi punuar 4 vite pandal dhe kështu do jetë edhe në periudhën e ardhshme. Mandatin që e lëm pas ka qenë një gjysmë mandati, sepse ne duheshte 2 vite të mandatit që e përfundojmë t'i harxojmë duke paguar borxhet dhe zullumet e një zullumqari. Të gjitha punët që ne i bëm për qytetin, për Çegranin, Forinën, Çajlën, Balindollin, Debreshin dhe të gjitha vendbanimet tjera, i bëm për më pak se 1 vjet e gjys. I bëm fal dijes, nderit, i bëm fal besimit dhe betimit që u dham juve. Ne arritëm të dëshmojmë se kemi kapacitet të i kalojmë izolimet që na i bën të tjerët,
rënimet që deshin t'i bëjnë, problemet që na i bënin çdo ditë, dhe ne u dëshmum se jemi më të zotët, më të ditur, se jemi shumë më të ndershëm si me ato. Dhe sot ne jemi para jush me flokë të bardha, po edhe me zemër të bardhë dhe kokë lartë, sepse bardhësia ishte dhe është karakteristikë e punëve tona e veprave tona. Dëshiroj që u garantoj se unë i njoh problemet tuaja, ashtu si që njoh problemet e gjithë komunës e Gostivarit. Ne arritëm së bashku të bëjmë bum investiv, por jo më pak se 2 vite. Bëm 8 milion euro investime, aq sa nuk bën të gjitha komunat që qeverisen nga BDI dhe PDSH për 4 vite. Ne arritëm të argumentojmë se ne jemi reformatorët e vërtet, që paran tuaj e shumë fishojmë në dobin tuaj. Ne arritëm të bindim miqet tonë ndërkombëtar që të përkrajnë projekte tona. Ne jemi e vetmja komunë shqiptare në Maqedoni që morëm ratingun kreditor, që fituam kredi nga banka botërore, nga KV banka gjermane, që morëm ndihmë nga qeveria amerikane, italiane, turke, dhe në këtë mënyrë ne u dham një karton të kuq, edhe të kuqve, edhe të kaltërdve, edhe të zive të qeverisë së Maqedonisë. Unë jam këtu që të kërkoj mandatin e radhës, jo për mu, po ta kërkoj për ju. Unë kërkova mandatin e radhës në vitin 2009, dhe ju më besuat dhe ne kthyem gurin në vendin e vetë. Atë gur që një kriminel në 97-ën e kishte lëviz nga vendi. Sot kërkoj mandatin e radhës që ne të vazhdojmë atutje, të vazhdojmë dhe të përparojmë komunën tonë, ta bëjmë edhe më të dobishme për ju. Tashmë, kur ne nuk kemi borxhe, kur kemi 20 milion euro para të siguruara, ne do zgjedhim shumë probleme fundamentale për të gjithë komunën e Gostivarit. Pse këto njerëz që janë sot ministra në qeverinë e Shkupit nuk arritën të fitojnë asnjë para nga asnjë institucion ndërkombëtar? Pse komuna jonë është e vetmja komunë, jo vetëm nga komuna shqiptare, po edhe nga komunat maqedonase që arriti të marrë fonde dhe para shumë të lira me afat kthimi 20-30 viteve. Është pikrisht puna jonë, deri jonë, transparenca jonë, që i bindi miqët tonë që të na japin to para. Prandej, ju them nga ky vend, se sonte në sheshin e Çajlës dhe sonte në sheshin e Gostivarit, ato kanë përjetu debaklin e vërtet, jo vetëm në Gostivar, po edhe në Maqedoni. Këto zgjedhje janë gjysma e parë e një betejë të madhe politike, e cila do vazhdon me zgjedhjet e radhës parlamentare. Dhe atëherë të gjithë ju do jeni të bindur se opsioni vetëm që është opsioni mirëfillt, është opsioni që do rilind komunat shqiptare dhe populli shqiptar. Dhe ajo është opsioni i rilindjes demokratike kombëtare.